Në kombinim familja Jasharit s'kish pas garë. Tash mendoj që kemi garë. Mendoj që janë 3 opsione. Është opsioni i Vjosa Osmanit, i cili në një situatë që thash më herët, vërtet mundet me qenë edhe është një prej kandidatëve më serioz. Ama 30 në shkryme muja. Po, natyrisht që po, absolutisht. Po. Jo, japin. Ajo do t'i merr 30 në shkryme. Dhe i sot nuk kanë dëshmu vullnet kjo kush. Vërtet për mua votua. Një opsion tjetër, po përmenet opsioni partijak, e përmenet Ramush Haradinaj. Nëse vërtet duhet një opsion, vjen shpreh një opsion partijak, nuk i takon partijës më të vogël. Nuk i takon. Nuk ka logjik me zgjedh president dikon që vjen prej një partije minore, jo vetëm me 5.5, po edhe jo me 13, edhe jo me 20%, e më ju mohua jo drejt një partije që i ka fitu 51%. Nëse ndjekum rrugën partijake, mendoj, na kemi folë, elektorati ka folë me 28 dhjetor qartë. Që i bje qka? Që i bje që duhet një kandidat kush krijon konsenzus në opozitë. I vetëvendosjes. Që i bje Glauko Njufca. Që i bje Glauko Njufca. Vetëm ta dëgjojmë mujem. Që i bje Glauko Njufca ose dikush tjetër që vjen prej lëvizjes vetëvendosje, por sipas gjitha gjasa në situatë tillë do të vjen Glauko Njufca. Glauko e mohoi këtë, e mohoi edhe Albini teksa u deklarua pas takimit me Abdixhi. Nëse më lejon, një mundësi tjetër për cilën unë jam angazhuar vazhdimisht ka qenë që më gjet një person përtej partive, mbi partit. Ne jemi një shoqëri e politizuar, politikisht e polarizuar dhe mendoj që një person përtej partive, jo apolitik, mendoj që kish ndihmuar shumë në shtensionimin e situatës politike në vend. Dhe në një situatë të tillë mendoj që ishdesht nismetar me qenë partitë opozitare. Ato kanë mundësinë me mbledh 30 në shkrime, sa i ka 15, 22, 22. Po, tash ajo problem. Ajo është problem tjetër. Nëse ato nuk pajtohen, nëse ato nuk vinë me një propozim, atër i mbetet vetëvendosjes, se mbetet tjetër, vetë se ma një propozim tyre edhe me thonë, okej, nëse ju s'keni mujtë mu dakordu për asë një opcion, atër e keni këtë opcion të avolinë. Unë mendoj që partitë politike ishdesht me gjitha mënyrat me evitua zgjedhjet, sepse 4 parë zgjedhje